kur e mendon që nga një stadium që ti ke përballë 14.000 tifozë, tani do të përballesh me 6.000 tifozë, 6.000 tifozë pak a shumë cilët kanë me kënd të monitoruar dhe kanë me kënd të kontrolluar nga kurikulumi i tyre, sepse edhe vetë serbët e kuptojnë që neshjen e fundit me Shqipërinë në Beograd nuk kanë kënd zot me menaxhu si duhet, prandaj na dhe kanë dështuar në atë edicion. Kështu që në ajo neshja to kanë zjerë mësimet, kanë zjerë konkluzionin që turma e këtyre huliganëve është shumë e vështirë mu kontrollu dhe mu ndalin jashtë kontrollit në moment. Në aspektin e strategjisë, mendoj që ato kanë zgjellë rrugën më të mirë, sepse nuk kanë besim tek njerëzit që vinë me suportu në stadium. Pra, unë e shikoj që do të jetë një neshje e qetë në aspektin e skuadrave, edhe tifozat do të jenë tifozat cilët do të marrin përgjegjësinë kur bërgjestet që kanë me kry në stadium. Në aspektin e problemit pra të jashtë kontrollit të fushës, besoj që është i garantuar që do të kena qetësi. Kështu duket, po. Pastaj mbaret tek skuadrat, tek angazhimi tyne, tek performanca tyne, edhe tek motivimi, tek gjendja tyne fizike, janë shumë faktorë pastaj që për të kërkuar rezultatin dhe me dal me faqe të bardhë nga kjo neshje, sigurisht që do jetë një malore e vërtet, por është një neshje që mundet mu marrë rezultatin nëse jena në bitën tonë më të mirë.